Grupi i njohur i hakrave Homeland Justice ka marrë përgjegjësinë për një sulm kibernetik të kryer ndaj Bashkisë së Tiranës duke pretenduar se ka ndërprerë funksionimin e faqes zyrtare dhe ka marrë të dhëna të ndjeshme dhe ka mfshirë të gjitha serverët. Përmes një postimi në kanalin e tyre në Telegram, grupi deklaroi: "Ne kemi rrëzuar faqen e tyre, kemi marrë të dhëna dhe kemi fshirë serverët", duke paraqitur këtë si një ndërshkim për veprimet e bashkisë. Ata publikuan pamje që tregojnë ndryshimet e faqes së bashkisë përpara dhe pas sulmit, ku pas ndërhyrjes faqet një ekran zbrazët me efekte dëmtimi. Gjithashtu, përndan një model 3D të godinës së bashkisë me mbishkrimin "Yes, you were right", që aludohet të ketë konfirmuar për një sulm të paralajmëruar. Në një tjetër mesazh, grupi përmendi edhe strahimin e mirave iraniane në Shqipëri dhe sugjeroi se vendi mund të jetë shënjestër e sulmeve nga Irani. Ndërkohë, faqja zyrtare e bashkisë është jashtë funksionit duke shkaktuar pezullimin e shërbimeve për qytetarët, përfshirë regjistrimin në qere dhe kofshte. Homeland Justice është një nga grupet e hakrave në lidhje të dyshuara me qeverinë iraniane që doli në skem pas sulmeve të vitit 2022 ndaj portalit e-Albania. Ata kanë publikuar më parë dokumente sensitive përfshirë listat vjedhësisht të dhëna të shish e emailë zyrtarësh dhe informacione të klasifikuara duke shkaktuar reagime politike dhe kërkesa për hetime.